Zgjedhjet e 11 majit dhe raporti përfundimtar i OSBE-ODIHR ishin në qendër të debatit të mbrëmjes së enjtes në emisionin Fokus në televizionin 6+1 Vlora. Të ftuar në studio ishin përfaqësues nga të dy krahët politik, Vullnet Bilbilaj, sekretar ekzekutiv i PS Vlorë, Edmond Fetau, antar i kryesisë dhe ish kandidat për deputet i Partisë Demokratike Vlorë, Roland Strakosha, këshilltar në Këshillin Bashkiak të Partisë Socialiste Vlorë, Rezembrik Seriani, sekretar për marrëdhëniet me publikun i Partisë Demokratike Vlorë. Në qendër të diskutimit ishte vlerësimi i OSBE-ODIHR se zgjedhjet ishin konkurruese, por të zhvilluara në një mjedis shumë të polarizuar dhe me kushte të pabarabarta loje. Të ftuarit ndanë qëndrime të ndryshme mbi mënyrën se si ky përshkrim pasuron realitetin në terren. Përfaqësuesit e opozitës theksuan se klima e tensionuar dhe presionet mbi administratën mbeten problemi i përsëritur në çdo proces zgjedhor, ndërsa përfaqësuesit e mazhorancës e cilësuan raportin si një vlerësim realist, por që një progresin e dukshëm në krahasim me proceset e mëparshme. Në debat u prekën edhe çështje konkrete, të cilat lidhen me keqpërdorimin e burimeve shtetërore, për të cilat raporti OSBE-ODIHR kërkon hetime të thelluara. Të ftuarit folën për rastet e raportuara të presioneve dhe kërcënimeve gjatë fushatës, ndërsa u diskutua edhe roli SPAK-ut që sipas raportit ka patur ndikim pozitiv në hetimin e krimeve zgjedhore. Për herë të parë kemi një institucion që po reagon ndaj abuzimeve, u shprehën disa të ftuar, ndërsa opozita këmbënguli, reagimi është ende i kufizuar dhe selektiv. Një tjetër temë e rëndësishme ishte toni konfrontues i fushatës dhe ndikimi i gjuhës së përçarjes në besimin e qytetarëve ndaj procesit zgjedhor. Sipas pjesëmarrësve, retorika personale mes liderëve politik dëmton klimën e besimit dhe kthen fushatën në garë emocionesh, jo idesh. Në fund të emisionit u analizuan rekomandimet e OSBE-ODIHR për një reformë gjithëpërfshirëse të kodit zgjedhor, forcimin e trajnimit të administratës zgjedhore dhe dekriminalizimin e shpifjes, për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe për të ulur tensionet politike. Megjithatë, mbeti e hapur pyetja nëse këto rekomandime do të zbatohen realisht apo do të mbeten raporte rutinë, siç u shprehën disa nga të ftuarit. Në përfundim, pjesëmarrësit ranë dakord se problemi më i madh që pengon zgjedhjet plotësisht të ndershme në Shqipëri mbetet jo mungesa e ligjit, por mosbatimi i tij dhe kultura politike e polarizuar.